Ishin me qenë 3 rrenat apo 3 dezinformuatat kryesore që me të cilat u ballafaqohet publiku. Po për shembull tek ne është hala problem që premtohet dobësimi në forma të ndryshme. Pi çajave, mjaltave deri te do maqinave zdiun e çka. Domethënë dobësimi dihet që arrihet vetëm me deficitin kalorik. Tash ka rrugë me mrit ajo, mos me hiq këtu fillit, por jo me nuk ekziston asnjë sen që ty ka me të shti faktikisht në qatë gjendje. Domethënë përveç asaj që ti duhet ta bësh vet. Ose përmes ushqimit ose përmes ushtrimeve, varet çu ja bën prompt.